përshëndetje dhe mirë se vini në një video të re në kanalin tim. Tani, sot do jemi në rubrikën e vlogëve, si që shikoni. Nga fjet bjonde që kisha, unë u riktheva pak në sektorin e brunave. Ja, mami, ku e ke karikën? Hajde tu. Ndërkohë, po shoh vlog. Okej, do të bëj pauzë, sepse vlogun mund ta shikoj. Atëherë, i bëra pauzë vlogut që ta shikoj pastaj. Ndërkohë, çfarë do bëj unë sot? Do bëj një eksperiment tjetër, Nuk mund të them eksperiment, por unë kam qejf të merr shumë me pjesën e vlogëve, make-upit këtyre, dhe sot do hyj në rubrikën e vlogut. Në duar, përpara meje më sakt, kam këto. Kam këtë dhe kam këto dyja. Këto do përdoren të parat dhe të dyta do jenë vëra të flokut pasi të ketë shkarkuar floku. Dhe duke qenë se mua më ka shkarkuar pak, thash do provoj diçka tjetër. Diçkaja tjetër është që si fillim do shkarkoj ngjyrën që kam dhe do thoni ju si do bëhet kjo gjë. Kjo gjë do bëhet da. Ishte dorë. Okej, këtu më mirë. Atëherë, kjo gjë do bëhet duke bashkuar shampon pastruese quaj unë, e cila realisht në Gjermani kam parë shumica që kanë bërë video që i ndjek që janë për flokët, i përdorin e përdorin një herë në javë si shampo për të hequr papastërtitë e flokut dhe skalpit. Ndërkohë, unë këto dyja do i bashkoj bashk, vitaminën C pluhur, unë marr këtë që është tek Diemi. E bashkoj me këtë dhe shkarkon floku dhe shkarkon realisht goxha shumë. Ndërkohë që bojën do ta tregoj pastaj, mbasi të kem shkarkuar ngjyrën, shpresoj realisht më shkarkohet sepse më shkarkuar kur kam pasur më të errët. Dara, kriminele. Çanu. Për çano. Do ma prishësh. Mama. Më që bëjtë këtë. Tani ta mbaroj se po, nuk e di që po them. Po, do bashkoj këto dyja, do mbahet 2 orë në flok, dhe do ta laj flokun, dhe mbasi të më ketë dalë ngjyra, unë do aplikoj bojën e flokut. Mbasi ta kem lyer, duhet ta mbështjellësh me letër folje. Unë do bëj një video mbasi ta kem lyer me këtë. Dhe do shikojmë se sa do më ketë dalur kjo ngjyrë që unë i kam lyer tani. Atëherë, ta sistemoj pak. Kjo është ngjyra që unë kam tani, besoj se duket rënja. Që thjesht i kam pas dhënë pak para që të njësoj, por më ka shkarkuar brenda 2 javësh. Tani them që do më hapet përsëri shumë, këto janë flokë të reja. Unë përzi vaj batana, bajame dhe kokos, kohë të fundit, sepse që një periudhë që kam përdorur vajin e batanës. Pastaj si rri floku. Pastaj vajin e kokosit kam ndryshuar dhe tani që kam bërë një përzije. Tani kjo nuk duhet shumë. Prit.
përshëndetje nga dita tjetër. Floku im është pak kështu kjo ana, sepse u mundova t'i bëj ende, por duke qenë se është shumë shkurtur nuk arrita dot ta bëj. Pra, jam lyer dhe realisht kam vendosur bazën në fytyrën time, e cila është fondatina nga Sephora, ndërkohë që në dorë kam këtë që kam marrë në Temu, që do ta testojmë bashk, por para se të testojmë këtë do flas pak për flokun, e cila arrita në përfundim. Kjo ana ka dalë bukur, e bërë me rejla pak, me onde, dhe kjo ana jo sepse këtë pjesën këtu e bëra nga brenda, dhe po e baj kështu. Ajo që doja të thoja është që floku im para se unë ta lyja ishte para se unë flokun tim ta lyja, kjo pjesa këtu kishte dalur goxha e errët, domethënë floku im kishte dalur shumë. Dhe floku bën që kishte ikur pak ai shkëlqimi që ti e ke kur e lyen në fillim. Dhe kjo gjë mua nuk më pëlqen kur rrënja dallon shumë pjesën e poshtme. Dhe ajo që unë vendosa të bëj është thjesht thash do jap një tonalizim pak të errët, të bëj njësoj pjesën e gjatësisë me pjesën e rrënjës. E bëra, kjo është fotoja. Nuk e kam bërë shumë të errët, për arsye sepse nuk do e bëj më flokun e errët. Dhe ajo që doja të bëja unë pas një jave, duke qenë se më shkarkoi kjo ngjyra që doli këtu, thash nuk po e luj më shumë pjesën poshtë dhe do hap rrënjën që e bëm brëm. Atëherë, rrënja është hapur kjo. Këto fijet i kam bërë vetë, si që ishin fijet, thjesht dua të duket vetë shu, sepse gjithmonë dua të hap rrënjën dhe pjesa poshtë mos e prek shumë. Thjesht, nuk e kam bërë mirë me mashën, nuk arrita do ta bëja mirë. Më pëlqen, sepse nuk dallon shumë ajo pjesa e errët, domethënë dallimi mes kësaj poshtë dhe kësaj këtu. Duke qenë se jemi në këtë fazën, floku është rregulluar, unë thash të provojmë dhe këtë paletën, e cila i ka të gjitha dhe është pak a shumë njësoj në formën, në ngjyrat që ka, si e Make Up Forever, do zbresësh me? Unë bazën e kam vendosur fondatinën, zakonisht nuk vendos, po thash të më dali pak më mirë se zakonisht. Hajde këtu ke tjetra, hajde te tjetra. Dhe do vendosim concealerin.